Qypi me flori. Një burr i shkuar në moshë kishte vite të tëra që mundohej të mblidhte pak para. Ai kishte një ëndër të vetme, të blinte një copë tokë me anë të së cilës të ushqente familjen duke ia plotësuar të gjitha nevojat. Me të mbledhur paratë e nevojshme, bleu një copë tokë. Ishte aq i emocionuar kur e bleu, saqë atë natë nuk vuri gjumë në sy. Të nesërmen u zgjua herët dhe u nis menjëherë për te toka e sapo blerë. Dielli po ngrihej ngadalë në horizont, ndërsa burri sodiste tërë ëndje ëndrrën e realizuar. Pas pak erdhi në vete, kishte ardhur koha t'ia niste punës. Burri filloi të lëronte arën me shumë gëzim. Ai punoi me shumë zell e dëshirë, pa pushuar as pak. Tashmë, dielli ishte ngritur në majtë e qiellit dhe kishte ardhur koha e drekës. Begatia e të zgjuarit herët e kishte ndihmuar burrin të kryente pjesën më të madhe të punës. Papritmas ndaloi pak. Lopata i kishte ngecur në një vend, diku nga mesi i arës. Burri u mundua shumë, por nuk e zhyste dot më thellë lopatën. Më pas mori kazmën dhe filloi të gërmonte vendin. Ishte lodhur shumë dhe bënte një vapë të mërshme, duke sikur çdo gjëje i ishin mbeshur flakët e të nxehtë. Burri ishte mbytur në djers, teksa punonte nën këtë zheg përvolues. Me zgjerimin e gropës, doli në pa një objekt i ngjashëm me qypin. Ishte një qyp. Po, një qyp i mbushur plot e përplot me flori. Një njeri që gjen një qyp me flori, sigurisht që gëzohet, emocionohet dhe klithet nga gëzimi. Por, i moshuar ishte zhytur në mendime të thella, pa pritur mori qypin dhe shumë i vendosur u nis drejt pronarit të vjetër të tokës. Nga toka që më shite ti, doli ky qyp me arë. Unë bleva nga ti vetëm tokën, florin të takojnë ty. Urdhëro, merrini florin tuaj, i tha burri duke i treguar qypin që mbante në duar. Ish pronari i tokës nuk dëshiroi t'i merrte florint. Jo, këta florin të takojnë ty. Unë ta shita tokën bashkë me ato që ka brenda. Florin të takojnë ty. Mbaj ti, i tha ish pronari i tokës. Asnjëri nga dy burrat nuk e dëshironte këtë pasuri të fituar pa kurfar mundi. Dhe asnjëri nuk dëshironte t'i merrte florint nga frika se mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Prandaj, kur e pan se vetë nuk do ta zgjidhin dot çështjen, vendosën të shkojnë në gjykatë. Dolën të dy përballë gjykatësit dhe i folën rreth problemit që kishin. A keni fëmijë? I pyeti gjykatësi të dy pasi dëgjoi mirë. Po, fëmijët tanë janë të rritur, ju përgjigjen të dy burrat. Njëri kishte vajzë, ndërsa tjetri djalë. Atëherë, merruni vesh me njëri tjetrin, martojini vajzën e njërit me djalin e tjetrit, harxojini florint për ata të dy, ndërkohë, ato që do t'ju teprojnë, shpërndajuani të varfërve dhe pjesën tjetër në rrugën e Allahut, u tha gjykatësi.